Nëse ju hani ose gëlltisni gabimisht ose dhe me qëllim qoftë edhe vetëm 5-6 kokra fasule të gjalla, ju do të gjendeni në një kushte të rrezikshme shëndetësore, me fjalë, ndoshta në spital brenda 3-4 orësh, nga reaksioni që element antiushqyes dhe përbërës në këto fasule do shkaktojnë në zorët tona. Antiushqyesit janë përbërës natyral që gjenden kudo në natyrë, në çdo lloj bim, zarzavate, perime, barishte të ndryshme, në mënyrë të cilat kanë detyrë që të mbrojnë ekzistencën e tyre nga kujdo që të tenton t'i zhduk ose t'i haj ato, me fjalë, duke filluar nga bakteriet, mikroorganizmat, parazitë të ndryshëm, larva, insekte, brejtës, zoq, kafsh dhe po ashtu edhe nga njerëzit, me fjalë. Bimët nuk mbrohen dot, nuk vrapojnë dot, nuk kanë ku iki, nuk kanë mbrojtje natyrale. Ndaj kanë krijuar armë të tyre të ndryshme, të cilat japin një vlerë antiushqyese në mënyrë që të na dekurajojnë edhe që të mos ushqehemi me ato. Dhe këto mbrojtje mund të jenë edhe fizike, mund të jenë edhe shqisore nga ana e shqisave, nga ana e syrit, ose edhe nga ana kimike. Gjithashtu në florën bimore ka dhe përbërës që mund të jenë dobishëm për njerëzit, minerale të ndryshme, ose proteina ose yndyrna, pa ato vijnë bashkë me shumë molekula të dëmshme dhe shumica e tyre lidhen me njëra tjetrën në trupin tonë ose në zorët tona dhe bëhen të patreqme, të pavlefshme dhe në më të shumë rasteve edhe të dëmshme. Përshëndetje miq, unë jam Vali. Ka rreth 10.000 vite që njerëzimi ka futur në dietën e tyre ka futur bimët dhe drithrat. Dhe bimët i ka filluar të shtojnë dhe me shumicë biles. Përgjoja një jetë më të shëndetshme, rekomandohet gabimisht dieta me barishte gjithë ditën, 3-4 tasa, disa thonë 10 tasa në ditë, me sallat, spinaq, lakra, prodhime të shumta bimore. Ka plot televizione, dietolog ose nutricionist që i thurin lavdet bimëve, frutave, erzave, por pa arsyetuar shkencërisht edhe nga ana mjekësore se kush janë përfitimet dhe kush janë rreziqet e konsumimit të tyre për gjithë popullatën. Përpiqeni gjithmonë vetën të filtroni sa më shumë lajmet që jepen ose që shesin produkte të ndryshme për biznesin. Do prek disa nga ushqimet më të përdorshme ditore në jetën tonë të përditshme, pavarësisht se janë ushqime të shijshme. Të gjitha bimët kanë shumë pak minerale dhe vlera ushqyese, pavarësisht se thuhet se kanë shumë në emisione të ndryshme. Ka jashtëzakonisht shumë pak minerale. Kombinimi më i keq është ai i një lëngu mix me fruta, me jeshillëqe dhe ndoshta proteina që thuhet se rigjeneron trupin. Ju nuk keni përfitime pavarësisht se mund të jeni duke i marrë rregullisht edhe për kohë ose për vite të gjata. Këto lënje të përgatitura ose në shtëpi, ose në lokal, ose të blera në supermarket të gatshme në përshishe, do ndryshken të gjitha qelizat dhe indet e trupit tonë, sepse krijojnë stres oksidativ. Dhe stresi oksidativ është ai që dëmton qelizën ose e plak qelizën. Kush janë këto antiushqyesët? Antiushqyesi më i shpesh dhe i kudo ndodhur janë oksalatet. Kam folur në një video më para ke gurët e veshkave, ato që shkaktojnë edhe gurët e veshkave. Në këto forma, ato kanë një forma si mikroshpata ose si heshta ose si gjilpëra të vogla, të cilat edhe vetë fizikisht ngacmojnë mukozën edhe të gojës, edhe të ezofagut, edhe të stomakut, edhe të zorëve dhe japin inflamacion në muret e zorëve. Inflamacioni është reagimi i trupit tonë ndaj një përbërëse të ndryshëm. Po kryesorja çfarë ndodh me oksalatet është se ato lidhen, pra vijnë nga bimët, ne marrim dhe mineralet nga bimët, këto oksalatet lidhen me këto minerale brenda në zorë dhe krijojnë kripra. Kripra të cilat nuk mund të përfiten nga zora, po vazhdojnë në rrugën e tyre në zorë dhe dalin me jashtëqitje. Shumica e oksalatave dhe mineraleve që ne marrim nga bimët shkojnë 80% e tyre, 85% e tyre dalin jashtë, është konsumim i kot, qoftë edhe nga ana monetare. Ajo pjesë e vogël e oksalatave që arrin në gjak nga zorë dhe përthitet në gjak, çfarë do bëj? Përsëri në gjak ka një afrimitet shumë të madh për këto mineralet, të gjitha mineralet që kemi ne, zinku, magneziumin, natriumin, kaliumin, dhe do të lidhet me ato edhe brenda në gjak. Dhe mund të depozitohen në kyçe dhe do japin artritet, ajo dhimbja e kyçeve është pikërisht për shkak të oksalatave që lidhen me mineralet në trupin ton, dhe reumatizma më së shpejti. Dhe nga ana një pjesë e tyre e vogël, kur janë të vogla ose në sasi jo shumë të mëdha,
mund të eliminojnë nga veshka. Po nëse sasia është shumë e madhe, e shpesht, hëngrja ose ushqimi me zarzavate në mënyrë të shpesht gjithë ditën, ato mund të ngecin në sitën e veshkave dhe të krijojnë ato, që siç u thash, gurët e veshkave. Pra, oksalatet mund të krijojnë duke u lidhur me hekurin, marrin hekurin nga gjaku dhe mungesa e hekurit në gjak është anemi, realisht. Truri dhe bërthama e qelizave kërkojnë zink. Nëse oksalatet lidhen me zinkut, do kemi shumë më pak funksionim të mirë të trurit. Gjithashtu, këto oksalatet lidhen me jodin. Dhe çfarë do japin probleme në tiroide. Gjithashtu lidhen me kalciumin, sidomos me kalciumin lidhen në mënyrë të parë fare dhe më së shumti, dhe kalciumi na duhet për punën e zemrës edhe të muskujve të skeletit, të gjithë trupit tonë. Pra do në kemi mungesë të kalciumit. Trupi do ta kompensojë duke marrë kalcium nga kockat dhe do kemi probleme pastaj me kockat. Magneziumi, i cili krijon shumicën e enzimave dhe gjithë proceset biokimike në trupin tonë, dhe duke u lidhur me magneziumin ne do kemi probleme shumë të mëdha në gjithë trupin. Prandaj ne marrim magnezium suplement, do pothuajse shumica një do marrim magnezium suplement pikërisht sepse ham shumë barishte dhe barishtet marrin magnezium nga trupi tonë. Ku ndodhet të oksalatet? Më së shumti ndodhet ke spinaqi, ke hithra, lëpjeta, sallaturinat me fjalë. Ne kemi naturalisht disa bakterie në zor, do që ne mund të shpërbëjmë këto oksalatet, po zakonisht duke marrë antibiotik, siç kam thënë edhe më para, ne i vrasim këto bakteriet. Megjithatë sasia e madhe e barishteve nuk i jep mundësi bakterieve që ti shpërbëjnë të gjitha. Konsultoni me mjekun, siç kam thënë, për antibiotikët nëse ju jeni duke i marrë. I dyti antiushqyes më i madhor janë lektina, që ndedhet me shumicë ke bishtajoret, fasulja, soja, ke bizelet, ke barbunjat, ke qiqrat, ke kikiriku, thjerza, tomatja, patogjania, speca, soji, por edhe ke drithra. Sepse siç kam thënë, lektina çrregullon proteinën zonulin dhe që mbajnë eritrocitet të bashkuara, duke krijuar shpërbërja ose likigatin. Do kaloj në trup, duke kaluar në trup do japi një inflamacion dhe inflamacion mund të japi reakcion nga sistemi jon mbrojtës dhe sistemi jon mbrojtës i sulmon dhe qelizat tona të cilat janë lidhur me ato ose ngjajsojnë me ato, duke dhënë sëmundje të autoimune. Do përshkrova pak a shumë edhe ke hipotiroidizmi, ke video më para. Gjithashtu, lektina ka një ngjashmëri me insulinën dhe duke qenë me shumicë do bllokojë receptorët ose në çdo qelizë që kemi ato çelësin për të hyrë insulina, duke pasur lektin shumë, duke marrë shumë këto barishte, ajo do zë vendin e insulinës. Dhe insulina vjen aty dhe nuk punon dot, nuk ka vend ku të futet në qelizë, sepse ja ka zënë lektina dhe insulina do ngjelet e lartë në gjak. Duke qenë e lartë në gjak do kemi hiperinsulinemi, sepse kemi rezistencë në insulinës artificiale dhe do krijojnë gjithë atë zinxhirin që kam thënë të sindromit metabolik. Do japi hipertension, do japi diabet tipit të 2, do japi sëmundje koronare të zemrës, do japi tiroide, kudo. Sindromi metabolik është kudo në gjithë trupin. Grupi i tretë i madh i antiushqyesve janë fitidet ose acidi fitik. Ndodhet më së shumti ke këto fasulet, ke farat, ke drithrat dhe tek arorët më pak, ara, bajame, lajthini. Këto lidhen me të gjitha mineralet. Njësoj si më para, po të gjitha këto lidhen jashtëzakonisht shumë me mineralet. Duke i hequr mineralet nga trupi jonë. Janë pastaj goj tregens, ke lurilakra, ke brokoli, ke kalja. Këto do veprojnë dëmtojnë më së shumti tiroiden. Saponins janë gjende ke bishtajoret, ke fasulet, ke bizelet, ke qiqrat, barbunjat, pengojnë përthithjen dhe lënë dhe një shije të hidhur nëse. Tanina ose tanins frenojnë përthithjen e proteinave në zor dhe gjende më së shumti ke bishtajoret dhe zarzavatet, ke sallaturinat. Frutat, si gjithmonë frutat kanë shumë vitamin C dhe kur metabolizojnë në trup, këto vitamina C do të prodhojnë edhe oksalate, por edhe acid urik. Acid urik është ai pastaj që depozitohet në kyçet tona dhe sidomos në gishtin e madh të këmbës, si quhet gout ose podagra. Gjithashtu bimët mbajnë
shumë minerale të rënda ose ato të dëmtueshme, ato të helmuse që themi ne. Cianur, mërkurin, kemi plumb, kadmium, arsenikun. Këto element nuk treten nga trupi jon, nuk nxirren dot jashtë kollaj, ato depozitohen. Janë shumë pak, dakord, me mikrogram, janë shumë pak, po në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë të përditshme, ato depozitohen vetëm në mbëlqi, në tru, në veshka dhe në kocka. Duke dhënë ato efekte toksike sepse shkaktojnë stresin oksidativ të kohës. Është helmuse. Japin lodhje, këputje, nëse njeriu ka dhimbje kyçe stërkohësh, ka probleme me ndërgjegjen, me kujtesën, me reagimin ose me sjelljen, dëmtim të veshkave, siç u thash, edhe japin hipertension, kancer, shpeshherë, probleme të zemrës, dëmtim të ADN-son, Alzheimer. Në mënyrë që të mos kemi shumë, kush janë një farë mënyrë zgjidhja, në mënyrë që mos kemi shumë dëmtime nga antiushqyesit e bimëve, nuk duhet t'i hëmë ato të gjalla asnjëherë. Shplajni zarzavate dhe barishtet me ujë të bollshëm për të hequr sa më shumë oksalate në mënyrë mekanike fillimisht, dhe pastaj keni parasysh që pesticidet që hidhen në fusha pa kriter dhe nuk kontrollojnë dot. Zgjeni këto bimë dhe gjithmonë derdheni edhe ujin, mos e pini. Kujdes sidomos me supin, me suprat, kur bëni suprat, zgjeni me vetëm me ujë, derdheni dhe pastaj futeni këto barishte në supë me oriz ose me vezë të prerë, Mund të përdorni avullin, zjerjen, skuqjen dhe pjekjen, po mos përdorni vaj vegetal për t'i skuqur ato. Mos harroni diçka për fasulet. Fasulet si ushqim shumë kryesor, unë i kam pas preferuar të rjetën. Mbajni 24-48 orë para gatimit, mbajni në ujë, ndrojani ujin çdo 24 orë, do 2 herë të paktën, dhe pastaj përdorni ato tenxheret me presion, në fjalë që të arrim t'i mbajmë të ziejmë në mënyrë të gjatë, në fjalë që të denaturojmë, pra të dëmtojmë dëmtuesit që do na krijojnë neve, sidomos me lektinën. Shumica e zarzavate si mund t'i ham që t'i bëjnë të padëmshme për trupin ton, ti fermentojmë ose ti bëjmë turshi. Turshia është fermentim. Në këtë mënyrë ne kemi larguar shumicën e këtyre antiushqyesve, kemi jo vetëm kaq, por duke hequr edhe karbohidratet, sheqernat nga këto beperime, ne kemi shndruar këto karbohidrate, mikrobioma, bakteriet, i ka shndruar në acide të shkurtra yndyrore, të cilat janë shumë të vlefshme ose shumë të ndihmuesme për enët për qelizat e zorëve, dhe kalojnë dhe një gjak edhe përdoren dhe si ushqim. Rallë përdoret mbjellja ose lënia 3-4 ditë i jep mundësi këtyre farave që të çelin një çik edhe pastaj të hajnë, sepse në këtë mënyrë ato kanë hequr antiushqyesit, kanë mbjetuar, si më thënë. Pra ka një rrezik të madh në konsumi i bimëve dhe frutave, duhet jemi gjithmonë të kujdesshëm, sidomos nëse keni fëmijë të vegjël, mos lini ushqime të hapura, fasule, perime, sepse nëse ata gëlltisin nëse 1-2 kokra se fëmijë do përfundojnë në spital. Janë shumë të rrezikshme. Përdorni sa më shumë ushqime shtazore, sepse kanë zero rrezik për që të shkaktojnë edhe inflamacion, po nuk kanë edhe asnjë antiushqyes të paktën për njerëzit. Dhe nuk japin reagim nga sistemi jon mbrojtës. Mos harroni që në Shqipëri sheqeri ka hyrë nga automat diku ke 50 vjet më para. Po ashtu dritat kanë hyrë 200 vjet para, nuk kanë qenë në Shqipëri më. Bishtajoret, fasulet kanë hyrë nga Meksika në Evropë 200 vjet, në Shqipëri rreth 100 e pak vite. Pra janë ushqime të gjitha që krijojnë shumë dëmtime, kanë shumë antiushqyes, po nuk janë ushqim që ne i njohim. Ne si rast shqiptare nuk i njohim. Nuk kemi mënyrë për t'i shpërbërë ose për të marrë përfitime. Prandaj ke shqiptarë këto japin reagim shumë të keq. Fasulet, bishtajoret, perimet, tomatet, të gjitha janë të ardhura në këto në paktën 100-150 vitet e fundit. Përdorni sa më shumë, siç u thash, ushqim tradicional shqiptar, mish, peshk, shpend, vezë, gjalp, ca bulbetra që ne përdorim zakonisht, vaj ulliri, dhe tek këto barishtet po të zjera që ne i përdorim për byrek ose për sallatë. Mirë miq, gjithmonë kujdesuni sa më mirë dhe sa më zgjuar për shëndetin tuaj dhe mos u ndikoni nga lajmet bombastike dhe çuditërse që në YouTube ose televizione që ofrojnë produkte bimore tërkohës si zgjidhje për sëmundje të ndryshme.
produktet bimore shkaktojnë sëmundje, nuk zgjidhin asnjë lloj sëmundje. Të paktën të njohur deri më sot shkencarisht. Nuk ka asnjë lloj studimi që mbjeton në këtë lloj teorie. Janë të gjitha të dëmshme. Ti bëjmë sa më pak të dëmshme, ky është qëllimi i kësaj video, si ti bëjmë më pak të dëmshme, po prapë do jenë të dëmshme. Ju uroj të keni një ditë të mbar dhe të plot shëndet. Mirupafshim videon e ardhshme.